Ka shkuar në 80 numri pishave të thara për gjatë shëtitores Lungomare 1. Shumë prej këtyre pishave janë prerë duke lënë në mes të shëtitores gropa të mëdha, të cilat janë kthyer edhe në pengesë për lëvizjen e qytetarëve. Ata të cilët e frekuentojnë çdo ditë shëtitoren e Vlorës tregojnë se këtë situatë e kanë vënë re, duke e përshkruar si një fenomen negativ që ndikon drejt për drejt në imazhin e një prej projekteve më madhore të qytetit. Sipas qytetarëve që në nisje të këtij projekti u pa se pishat ishin pemë të papërshtatshme për klimën bregdetare e nuk duhet të vendoseshin kaq pranë Bregdetit, por vendosja e tyre u bë pa asnjë studim apo informacion. Qytetarët e Vlorës kërkojnë që këto pisha të zvendësohen me të tjera pemë të përshtatshme për klimën dhe zonën. Për këtë situatë, pushteti ka disa vite që ende nuk ka ndërmarrë asnjë mas, ndaj duhet edhe të reagojë. Po këtu sa nga juga se i dhe juga këtu. Tu sa qira se vaditja si duhet jetë e dobë, s'do këtë uj. Çfarë masash duhet marrë? Masa e dhe që merrem me këtë punë, dhe më di zvendësojnë. Të zvendësua. Po tash bashkia e di atë punë. Ata që merren me këtë punë. Më do të kujdesen shumë mos të merrem me të vjedhur. Se kështu ka vajtë kjo punë. Për mendimin tim gabime, po qeveritarët e dinë më mirë punë ata që kanë dorë këto gjëra. Po duhet të ishin marrë, po do t'i rregullojnë avash avash. Po pse nuk zvendëson? Po që di, i bëjnë avash avash punët. Si bëjnë shpejt e shpejt, se nuk bëjnë aq kollaj. Partia ka rallë. Ka rallë nga më të ndryshme që ne si dim, ne jemi njerëz pa shkollë. Pishat në Lungomare, unë nuk jam se unë jam e bërës me smere fare me këto gjera, po mungojnë na ujtë e detit. Ajo i thanë kripa. Vetëm ajo duhet tjetë nuk e di mujtë keqena na. As shkollë kam as... Udro? Nuk ka pas përkujdesje të mjaftueshme që janë? S'është e përkujdesje, jo. Ajo vetëm i thanë ujtë e detit. S'ka mundë, ja dhe i rimonje i bëjnë e qatë. Po pse nuk i zvendësojnë? Po qartë i kanë zvendësuar 3-4 herë, edhe kjo punë është. Ja, pra të themu pa kujdi unë e shkerta, se mos kam agranome unë edhe do... Po që vetëm në ujtë e detit, vetëm në daga vjen deri këti kurë. Po të ishte menduar kjo para praktisht si që? Më pyet ai thellë se unë 4 klasë shkollë kam, këtë baba kemoll. Siç ishte në fillim nuk na vjen mirë, kuptoj, do ishte më mirë që të ishin më të gjelbëruara, më të rritura, më të mirëmbajtura, po. Mungon mirëmbajtja, kuptoj. Duhet të zvendësuar, duhet ripërtrirë çdo gjë, jo vetëm palmat, po edhe lulet e tjera që ashtu e. Ose kazante lozhëra që i vumëre në një vend aty ishin pak pa. Fa hedhu lozhëra dakord pastë, po pa pasur ka pak. Po si e shpjegoni pse ndos ky ngërç në qytetin tonë që punët lihen kështu? Dhe më ka rënë në sy si qytetar, po çfarë do bëj unë? Kemi mungesë mirëmbajtjeje me kushte. Ka shumë mungesa dhe populli njën shumë, na kanë ikë fëmijët, na kanë ikë. Nuk është qeverisje në rregull kjo, për mua. Ka një kohë të gjatë që ka ndodhur kjo, pse lihen kështu, pse nuk zvendësohen, ku shndron problemi? Këto i thanë deti, po të paktën të zonë këto, se bien njerëzit me kokë aty. Shkon do fëmija me karrotë, mi them, nëna me karrotë të fëmijës. Ti mbyllën këto, të ishtrojnë që këto tjerat, pa këto i ka tharë deti, që se vërtet ta kanë vjellë 3 herë ata edhe i ka tharë deti. Nuk kam një që bëjmë deti. Po mirë, nuk u bë një studim në fillim që këto do t'i thante deti? Po, s'u bë, se kështu i bëjmë na gjysmake, se gjysma t'i futëm në xhep. Bëhet emri, gjysma të vënë në xhep, gjysma të aty edhe bëhen si kjo punë edhe rinia iku, edhe kemë met na plejt. Përgjegjësinë për të zvendësuar pishat e ka patur firmën që ka ndërtuar shëtitoren, e cila nuk ka pranuar asnjëherë të bëjë diçka të tillë për shkak të kostos së lartë. Ndërkohë sipas informacioneve, pavarësisht anomalive të shumta në realizimin e projektit, thuhet se Bashkia e Vlorës e ka marrë në ngarkim projektin, e ndaj tashmë është përgjegjësi e pushtetit lokal për t'i zvendësuar këto pemë.